Thënie nga Napoleon Bonaparte. Bonaparte ishte perandor general dhe politikan. Konsiderohet një ndër ushtarakët më të mëdhenj të historisë. Citojmë disa thënie të tij. Guximi mund të nisë çdo gjë, por s'mund të përfundojë çdo gjë. Merr kohë për të reflektuar, por kur të vi koha për të vepruar, zbrit në fushë. Të zënë besë, bëj të vërtetën të pabesueshme. Fitoria u përket atyre që ngulmojnë më shumë. Anarkia është shkalla e parë e pushtetit absolut. Kush dëshiron të shkatërrojë njerëzit, mjafton që t'u lejojë atyre çdo gjë. Duhet më shumë kuraj për të vuajtur se për të vdekur. Pavarësia, ashtu si dashuria, është një ishull shkëmbor pa plazhe. Femra bukur u pëlqen syve, femra mirë i pëlqen zemrës. Njëra është një margaritar, tjetra është një fesar. Kam pasur nevojë të besoj dhe kam besuar, por besimi im fetar ka ngecur që nga momenti që kam filluar të arsyetoj që në moshën 13 vjeçare. Një prish është një tregtar shpresash. Fitore ndaj femrave janë të vetmet fitore që arrihen duke I ambathur. Njeriu nuk ka miq. Miqti ka vetëm fatmirësia. 10 veta që flasin bëjnë më shumë zhurmë se 10.000 që heshtin. Nuk ka gjë më të vështirë e të vyer se të jesh I aftë të vendosësh. Një revolucion është një opinion I mbështetur nga bajonetat. Secili njeri do të luftojë më fort për interesat e veta se sa për të drejtat tuaja. Rreziku më I madh kanoset në qastin e fitores. Asgjë s'është bërë përderisa ka ende për t'u bërë.